Në Tiranë ka një numër të konsiderueshëm muzesh, ku vizitori mund të njihet me historinë dhe kulturën e vendit. Në Tiranë gjendet Muzeu Arkeologjik Kombëtar, Muzeu Histori Kombëtar, Muzeu Shtëpia me Gjethe, Muzeu i Shkencave të Natyrës, Bunkar 1 dhe Bunkar 2. Përveç këtyre në Tiranë ka edhe galeri arti, si Galeria Kombëtare e Arteve, Galeria Fab, Galeria 43, Galeria Zenit dhe shumë të tjera. Muzeu Histori Kombëtar ndodhet në qendër të Tiranës. Në këtë muze janë të organizuara një numër i madh objektesh arkeologjike, historike, artistike dhe etnografike të organizuara në disa pavione. Pavioni Lashtësisë, Mesjetës, Rilindjes Kombëtare, Pavarësisë, Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, Nën Terezës dhe pavioni i ikonave. Muzeu ka edhe mjediset e arkivit, laboratorëve, salla konferencash si dhe sallat e ekspozitave të përkohshme. Në Muzeun Kombëtar janë hapur një numër i madh ekspozitash me dokumente historike, piktura, foto, kostume popullore e të tjerë, të artistëve shqiptar dhe të huaj. Në vitin 2012, në këtë muze u ekspozuan përkrenarja dhe shpata origjinale e Skënderbeut, si dhe koleksioni i kodikëve. Një nga muzet më interesant të Tiranës është Muzeu i Shkencave të Natyrës, i hapur në vitin 1948. Muzeu mban emrin e biologes Sabia Kasimati si ideatorja dhe themeluesa një koleksioni zoologjik, bibliotekës dhe laboratorit për kërkime shkencore. Muzeu përfaqëson një kompleks shkencor, edukativ dhe kulturor për studimin e habitateve dhe faunës toksore dhe faunës ujore në vendin tonë. Mbi 3.000 eksponentë të faunës gjenden të ekspozuar në pavionin e peshqve, fluturave, shpendëve, gjitarve, amfibëve, zvarranikëve dhe insekteve. Në këtë muze keni mundësi të shikoni larmiformash, ngjyrash dhe bukurisht të faunës si flutura, breshka deti, pelikan, specie rrezikzhduke si rrëqepulli. Galeria 43 ndodhet në fillim të rrugës Myslim Shyri. Kjo galeri private ekspozon veprat e piktorit Rakip Shabani të organizuara në disa pavione, si Ali Pashte Pelena, cikli i kreshnikëve dhe zanave, etnografia shqiptare, riviera shqiptare e të tjerë. Galeria ka mbi 120 kompozime, peizazhe dhe portrete të punuara në vaj, akuarel dhe grafik.
Nëse dëshironi të njiheni me gjethet arkeologjike në truadhin shqiptar, vizitoni Muzeun Arkeologjik Kombëtar që ndodhet në sheshin Nën Tereza. Ky muze është i pari që u krijua në Shqipëri pas luftës së dytë botërore, fillimisht si një muze etnografik arkeologjik dhe që nga 1976 vazhdon si muze arkeologjik. Në këtë muze janë të ekspozuar 2100 objekte në pavionin e prehistorisë, antikitetit dhe mesjetës.